وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. الحمد لله ثم الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Ato e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, o dashurit ton vulës pejgamberike, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, vetëm se jemi në ditat e fundit Ramazanit, dhe se kjo është gjumaja e fundit e këtij Ramazani. Para se me hyjë në Ramazan, temat të cilat i kemi shpjeguar dhe kemi marrë kanë qenë se si të përgatitemi për Ramazan. Temat të cilin e kemi mbajtur kanë qenë se si të përgatitemi më mirë dhe si ta presim Ramazanin. Pastaj kemi vazhduar në Ramazan se si duhet të jetë besimtari në Ramazan, si duhet të jetë sjellja e tij në Ramazan, si duhet të jetë sjellja e tij karshi adhurime ndaj Allahut subhanahu wa taala në Ramazan. Por se tash ajo që na intereson është se e çka pas Ramazanit. Çka të veprojna pas Ramazanit. Gjatë ditës sa kena qenë agjërueshëm, vetë gjendja e robit ka qenë edhe më ndryshe. Ka qenë duke lexuar Kur'an më shumë, duke agjëruar më shumë, duke i shtuar veprat e tij të mira. Por se tash ti vetëm se kalon Ramazani, edhe ajo se çka duhet me të interesu ty ose çka me bë mas tina. Besimtari në Ramazan i ngjason një person aty bujkut i cili e punon tokën e tij. Pasi që e punon tokën e tij, ai nuk e lën vetëm me kaq, por se vazhdon edhe i rrin gati asajna. I rrin gati asaj deri sa të vjen dita për me e korr ato, e pastaj me përfitu për asaj se çka e ka mbjell. Ramazani, me thonë ndryshe, u konë edhe si një arë për neve. E najna konë ata bujqit të cili kena mbjell në Ramazan. Kena bo për adhurime dhe veprave të mira, por se pas kësajna kalon Ramazani. Kalon sezona e kësaj mbjelljet madhe. Ajo se çka duhet na me vepru, është që asaj që e kena mbjell në këtë muaj të Ramazanit, është edhe mina i të gati pas tina. Që ati agjerimit të cilin e kena bo në Ramazan, është edhe mina i të gati edhe mas Ramazanit. Që atë lexim të Kuranit të cilin e kena bo gjatë Ramazanit, është mina i gati edhe mas tina. Që ato veprat mira që i kena bo gjatë ditëve të Ramazanit,
është kryesorja është edhe minejt edhe mas muajt Ramazanit e derisa vjen dita e korrjes, e ajo është dita kur do dalim para Allah subhanahu wa taala, e secili prej neve të marrë prej asaj se çka ka mbill në dunjë. Secili prej neve të shpërblet para nësë Allah subhanahu wa taala prej asaj të cilës e ka punuar në dunjë. Na nuk mujna me falendëru Allah subhanahu wa taala as sa i takon madhështisë tina. Na nuk mujna asnjëherë me falendëru Allah subhanahu wa taala për mirësitë e tij të cilën na ka dhënë, sepse vetë ai subhanahu wa taala tha në Kur'an dhe nëse dëshironi me i numëru mirësitë e Allah subhanahu wa taala ju nuk keni me mujt. Ibn Kathiri në tefsirin e këtij ajeti thotë se përveç se nuk mundi me i numëru mirësitë e Allahut, ju as nuk mundi mi falendëru ato. Mirësitë që ti ka dhënë Allah subhanahu wa taala, mirësitë që ti ka dhënë Allah subhanahu wa taala në dunjë, përveç se ti nuk mundesh me i numëru këto të mira, nuk mundesh as me e falendëru ato për çdo të mirë që ta ka dhënë. E prej këtyre mirësive, e prej këtyre të mira që Allahu na ka dhënë neve, është edhe agjërimi i muajit Ramazanit, arritja e muajit Ramazanit edhe dalja në fund prej Ramazanit. Ajo se çfarë duhet me bëu robi kur çdo herë që e kryen ndonjë adhurim, e sidomos adhurimi i cili ka peshë të madhe, është adhurim madhështor si puna e Ramazanit, janë 3 gjëra. E para është me falendëru Allah subhanahu wa taala që ja ka mundësu me e bëu këtë adhurim. E para është me falendëru Allah subhanahu wa taala që ta ka mundësu me e bëu këtë adhurim, edhe me shiju të ditë adhurimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, afdalu duai elhamdulillah. Duaja më e mirë, vepra më e mirë që mundet me bëu robi është me falendëru Allah subhanahu wa taala. Duaja më e mirë që mundet me bëu robi është me falendëru Allah subhanahu wa taala për atë mirë që ty ta ka dhënë. Pashtu në hadith tjetër tha, elhamdulillahi tumli mizan. Falëndërimi ndaj Allah subhanahu wa taala. Kur robi është falendërues ndaj Allah subhanahu wa taala, kjo e mbush peshorën e tina. Kjo e mbush peshorën e veprave të mira, e veprave tina të mira. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, la in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni prej robërve falendërues, unë kam ia shtruar të mira. Për çdo të mirë të cilën Allah subhanahu wa taala ta ka dhënë. Edhe ti e falendërues, Allahu të premton. Edhe ky është premtimi i Allah subhanahu wa taala se nëse ti e falendëron, Allahu ka me të shtuar ato se ashtu siç din ai subhanahu wa taala. Kjo është e para pas çdo adhurimi të cilin ne e bëjna. Me falendëru Allah subhanahu wa taala. Na ka mundësu me shiju Ramazanin dhe me prit Ramazanin, tash pas Ramazanit duhet me falendëru ato për këtë mundësi, edhe për këtë mundësi të adhurimit që na ka dhënë ai neve. E dyta është me shtu istikfarin. Pas çdo adhurimi që e bën robi duhet me shtu istikfarin dhe me kërku falje te Allah subhanahu wa taala. Sepse shtimi i istikfarit është për ibadete më të mëdha që mundet me bë robi. Për dhikrit më të mirë që mundet me bë robi është fjala astaghfirullah, me kërku falje tek Allah subhanahu wa taala. Pastaj me kërku falje tek Allah subhanahu wa taala për çdo adhurim të cilin e ke bë, është edhe plotësimi i mangësive ndaj tina. Në çdo herë që falmi namaz, në fund të namazit thojna astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kjo bëhet vetëm me qëllimin se gjatë namazit ne nuk ja kena vënë hakin mirë atij namazit. Gjatë atij namazit të cilin ne kena falur, kena pas mangësi në to. Nuk kena qenë mjaft përkushtuar. Ndoshta edhe nuk kena plotësuar leximin e mirë të Kuranit as edhe sa duhet. Prandaj në fund namazit kërkojmë falje Allahu subhanahu wa taala me qëllimin që Allahu më e pranoi atë namaz prej neve në shpërblimin më të plot. Kjo është edhe tek Ramazani. Kjo është edhe tek Ramazani që pas Ramazanit ne duhet me kërku falje Allahu subhanahu wa taala. Edhe me shtu istikfarin ton që Allahu më e pranoi agjërimin ton në mënyrën më të plot. Kjo nuk ndodhesh te Ramazani, por se Allahu subhanahu wa taala në ajetet e haxhit e përmend se edhe kur robërit e tij na shkojnë haxh, thumma yafidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah. Edhe ti kthehu andej ka kthejnë të gjithë njerëzit, edhe pastaj kërkoj falje Allah subhanahu wa taala. Kur ti je në haxh, një prej adhurimeve më të mëdha nga Allah subhanahu wa taala, një prej sezonave më të mira që mundet me pas robi, Allah subhanahu wa taala edhe kur kthehesh ti dhe kthehesh nga ka kthyer njerëzit, kërko falje Allah subhanahu wa taala. Kërko falje Allah subhanahu wa taala dhe shtoj istikfarin tënd, me qëllimin që Allahu më e pranoi adhurim në mënyrën më të plotë. Pastaj
E treta të cilën e kam përmendur është edhe bërja dua që Allah subhanahu wa taala me ta pranuat adhurim. E para ke falëndërimi që Allah ta ka mundsu me e prit atë adhurim edhe me shijuat adhurim edhe me e boti atë adhurim. E dyta është istighfari, me kërku falje që Allahu me e pranu këtë adhurim në mënyrën më të plotë, me shpërblimin më të madh. Pastaj e treta që e përmend dietarët është edhe bërja dua. Bërja dua që Allah subhanahu wa taala me ta pranu këtë adhurim. Gjenerata e ardhë e muslimanëve, gjenerata e selefit ishin ata të cilët 6 muaj para Ramazanit. 6 muaj para Ramazanit e lutin Allah subhanahu wa taala që Allahu me ja mundsu atyre me e prit Ramazanin. Pasi kalon te Ramazani edhe 6 muaj tjerë luteshin Allahu subhanahu wa taala që Allahu me ja pranu Ramazanin dhe me ja pranu agjërimin e tyre. Andaj ajo se çfarë duhet bën ne është që të kërkojmë prej Allahu subhanahu wa taala, të bëjmë dua Allahu subhanahu wa taala që këto ditë të cilat i kemi agjëruar deri më sot, këtë Ramazan të cilën e kemi agjëruar, Allahu më na pranoi agjërimin tonë, gjitha veprat e mira që kemi bën tonë në mënyrë më të plotë. Pastaj kur robi i bën këto tri elemente, falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, kërkim falje tek Allahu subhanahu wa taala, edhe bërjen dua që Allahu më ja pranoj këtë agjërim, kjo nuk lën që ky rob më u bë me një madh. Sepse robi sa që të bën vepra të mira, shejtani i flet në veshjen e tij. Edhe dëshiron që me ndiku të ky se esha ke buti, ke lezu sa ke lezu Kur'an, ke fal sa ke fal namaz, nasha shumica jashtëri nuk kanë mujt me i bë këtu. Edhe dëshiron që robi me ndi vetë me ndjeman ndaj adhurimit që ka bërë për Allah subhanahu wa taala, e që kjo është karakteri madhësi edhe nuk e pranon Allah subhanahu wa taala këtë adhurim. Pastaj për këtë kanë këshilluar dietarë që nëse ti kërkon e falënderon Allah subhanahu wa taala për atë adhurim që e ke bërë, kërkon falje tek Allahu dhe bën dua, këto 3 elemente nuk lojnë që ti më kohë për atyre robëve që kanë mendjemallsi në adhurimin e tyre, por se të bën që ti më kohë për robëve të cilët i nënshtron Allah subhanahu wa taala në çdo adhurim që se bën, qoftë ai për adhurime të mëdha apo qoftë diçka për veprave të thjeshta të cilët ai i bën. Pastaj e shohim se disa njerëz në gjatë ditëve të Ramazanit kanë dhënë shumë përpjekje dhe mund të madh me adhuru Allah subhanahu wa taala. Ka qenë përpjekja e tyre me lezu Kur'an shumë, me fal namaz shumë, me bë vepra të mira shumë. Edhe dëshirojnë të njëjtën që më ukon në mas Ramazanit. E që kjo nështë shumicë e rrasë është edhe e pamundur. Nuk mundesh me kon ti i njëjti person i cili hyn në Ramazan me kon i njëjti edhe jashtë Ramazanit, sepse imani i njerit, imani i robit ngritet edhe paksohet, ngritet duke i zbatuar urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, ngritet imani i robit duke bërë vepra të mira, edhe paksohet duke i paksuar të vepra dhe duke mëkatuar Allahut subhanahu wa taala. Një për herë Hamdala radhiyallahu anhu shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, kur po jena me ty në mezhlis, edhe po folim për të mirat që na ka dhënë Allah subhanahu wa taala, po flasim për xhenetin para dukit, sikur na me e pas xhenetin apo xhenemin para durve. Edhe po na rritet imani neve shumë. Por se kur po shkojnë në shtëpiat e tona, kur po shkojnë në shtëpiat e tona apo vetëm familjen tonë, po na kop dynjaja, edhe po e harrojmë fen Allah subhanahu rrugën Allah subhanahu wa taala. Çka mundet me kjo e dërguari i Allahut? A është kjo peshanja të nifakut? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Hamdala, sikur ju të ishit me imanin e njëjtë, sikur jeni në mezhlis, në prezencën tim atëherë kur flasëm për dispozitat që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë ndaj neve, atëherë edhe kur thesni rrugës, edhe me lajket kishin me marr lakmi juve. Nëse ti kishe me qenë me imanin e njëjtë, sikur se je këtu përpara, edhe me lajket kishin me marr lakmi kur ju hasni rrugës. Është e njëjta me besimtarin. Ti nuk mundesh me qenë me imanin e njëjtë edhe jashtë Ramazanit. Posa ajo që është e duhur është se atë bazën e adhurimit. Bazën e adhurimit të cilin e ke bërë në Ramazan është edhe mos me e harru ato jashtë Ramazanit. Nëse në Ramazan je kon për atyre që i ke lexu 2 gjuza, 3 gjuza, 5 gjuza gjatë ditës në Kur'an, jashtë Ramazanit nuk duhet me e harru ato krejt. Por sa ajo është me vazhdu prapti me leximin e Kur'anit, edhe nëse nuk është sasia e duhur. Nëse në Ramazan je kon për atyre që ke fal namaz nafile shumë, për namazit taravive, namazit natës, jashtë Ramazanit nuk është e duhur që ti me e harru ato krejt, por se me vazhdu prap me falën namaz, edhe nëse nuk është sasia e njëjtë, edhe nëse nuk kene rekatet e njëjta.
Nëse je kon për atyre që çdo ditë Ramazanit ja ke bu si obligim vetë që me dhon diçka për pasurisë tonë, me dhon sadaka, me shpenzu në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, nuk është e duhur që tash jashtë Ramazanit ti më me harru dhe mos me shpenzu kurrë. Por se me shpenzu prap, edhe nëse nuk është sasia e njëjtë. Kjo është ajo të cilën e kanë treguar dietarët se ajo që është e duhur për me e bu besimtari jashtë Ramazanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepra më e mirë të cilën e bën robi është ajo e cila është e vazhdueshme edhe nëse është e pakët. Prandaj veprat të cilat i kena bërë në Ramazan nëse kanë qenë shumë, atëherë ato janë edhe më të mira kur ne i vazhdojmë ato edhe jashtë Ramazanit edhe nëse janë pak. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që këto ditë deri sot të cilat i kena agjëruar, Allah subhanahu wa taala më na pranon në mënyrë më të me shpërblimin më të madh. E lutim Allah subhanahu wa taala që agjërimin ton, sadakon ton, leximin ton, edhe gjitha veprat e mira Allahu më i pranon me shpërblimin ton dhe më bësh shkak këto për hyrjen e xhennet. E lutim Allah subhanahu wa taala që më na mundësoj me dal për Ramazanin jo ndryshe, vetëm se të falë për anën e tina dhe të fituar nga shpërblimi i tina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa taala. Ato e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo që është e duhur për me e bë besimtarin në këtë ditë e fundit të Ramazanit, e cila ka në transmetime, është edhe nxjerrja e sadakatul fitrit dhe zakatul fitrit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se sadakatul fitri është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Është obligim për çdo të rritur dhe të vogël, është obligim për çdo të pastër dhe të varfër. Andaj çdo njeri prej neve është i obligueshëm që me nxjerr sadakatul fitrit. Prej qëllimeve të sadakatul fitrit është pastrimi i agjërimit. E parë se ka përmendur është pastrimi i agjërimit, që robi gjatë atij agjërimit, gjatë atyre ditëve që të cilat i ka agjëruar në Ramazan, nuk ka mundur me avon hakun agjërimit tina. E mënyra për me pastru agjërimin e tij, që dhe Allahu me pranuar shpërblimin e plot, edhe me fitu tek Allah subhanahu wa taala shpërblimin e plot të atij agjërimi, është edhe nxjerrja e fitrave. Dikush mundet me thonë, po imamit i cili ka agjëruar i jep fitra për me pastru agjërimin e vet. Po pse obligohet edhe i vogli për me dhënë fitrat? Dyta dobi të cilën ka përgatitur dietar është edhe me ato fitrat të cilat ti i nxjerr në fund të Ramazanit, është me qëllim edhe ndihma ndaj atyre të cilët kanë nevojë, ndihma ndaj atyre të cilët kanë nevojë dhe më plotësu nevojat e tyre. Andaj ne njoftojmë se edhe këtu në xhamin ton jemi duke mbledhur sadakatul fitrin dhe zakatul fitrin deri në ditën para namazit të Bajramit. Aqulu ma tasma'un wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.